Do me la po të famshme zorge për zotin. Kur del Gjergj Luca me Zamir Manen. Dhe Zamir Mania kaja 4-5 punëtor, e Gjergj Luca nja 2000 tjerë. E unë Zamir Mane si ri gati tu, se është i menqëm, trego puna kush është Zamir Mane. Dhe del Panosaku, shef, 2 burat fort, dhe na merë në analizë. O Luce, qatë biznesmen është tu amë, se ta kam thënë dhe njërë tjetër, biznesmen nuk jeni ju. Biznesmen është ai që hap biznesin dhe paguan taksat në rregull dhe prapë përballët me tatimorët që i bien qaf. Që respekton ligjet dhe respekton rregullat e shtetit, edhe prapë përballët me konkurrencën e padrejtë që vjen nga ca si puna juaj që kanë lidhje me pushtetin. Që i kërkojnë korrupsion. Edhe prapë ja del. Që i bën presion politike dhe prapja del, që i mungon fuqia punëtore dhe prapja del. Ai është biznesmen që i heq kapelen. Ai quhet biznesmen. Ju si jeni biznesmen. Ju jeni përvetësues të fiskalizuar. Se juve, ju duhet në financim. Ju e prama në tender, në koncesion me sekonda. Ju duhet në pronë publike. Firmos Rama VKM, si që ka firmosu dhe mësot. E takzoni pronën publike në kurisë të popullit. Ju duhet në qik likuiditet. Po e mbyllë që kësyre shteti, edhe merë një e fucin në biznes shumë paratët, drogës atë, korupcionit atë, shef shteti, e mbyllë që kësyrin. Apo, keni probleme konkurencën. Ja o pastron Rama rrugën juve, ja o pret kokën gjithë konkurentëve tuaj, që mund t'jen bizneset të ndeshme. Apo, keni halë me tatimorët, po një fishkollim largë, i telefon Ramës, ikin tatimorët, nga sytë këmbët. Qa biznesmenësh jeni ju? Ju jeni përvetësues të mirave publike me leje të pushtetit. Kështu quheni tamam, si jeni biznesmen. Ju jeni si flutra e majt, që linde dhe vdes brenda majt, edhe juve. Lindi dhe baroni me Ramën. Po iku Rama, ikë dhe juve. Dhe me qëra lafi, bëuni gati se më duke se po vjen dita. Taksirat, filloni merrni masat. Se kur t'iki ky, do mbeteni si peshku pa ujë. Ti e di shumë mirë se qa bën peshku kur mbetet pa ujë. Kështu që mendoje një herë. Rregull?